أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. S'ka dyshim se tërë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Jalla wa Ala. Paqja dhe mëshira Allahu Jalla wa Ala qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit. Njëri prej haditheve që dietarët e kanë konsideruar prej haditheve madhështore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka mësu sahabëve, është hadithi të cilën e transmeton Ibn Rajebi rahimahullahu ta'ala në librin e tina Jami'ul Ulumi wal Hikam, ku thot an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, është transmetuar nga Abdullah ibn Abbasi, I cili ka thonë: kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala, thot kam qenë një herë prej herave pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpinën e tina, kur ai më tha mua: ja gulamu, o ti djalosh, inni uallimuka kalimatin, unë po ti mësoj ty disa fjalë. Ato fjalë nuk janë thjesht fjalë goje, mirë po janë disa usule, disa baza me të cilat robi qëndron I fuqishëm dhe do të krenohet para Allahut azza wa jall me to. Thot pejgamberi alayhis salam: ihfazillaha yahfazuk, o djalosh, ruaje Allahun azza wa jall, Allahu të ruan tyje. Ruaje ti Allahun, Allahu të ruan tyje. Ihfazillaha tajidhu tujahak, ruaje Allahun azza wa jall, do ta gjesh Allahun në kahjen tënde, do ta gjesh Allahun të drejtuar ka ti. Idha sa'alta fas'alillah, nëse lyp diçka, atëherë lyp prej Allahut azza wa jall, wa idha ista'anta fasta'in billah, e nëse kërkon ndihmë prej dikujt, e dohet me kërkuar ndihmë ty, atëherë kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dhe dije një gjë, anna al-umma, se krejt ummeti, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, sikur krejt ummeti me u bë bashk për me ta bë ty një të mirë, me të ndihmua ty në diçka, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, s'kan mundësi ata me të bëu mirë tyje vetëm se me ata, me të mirën që Allahu e ka shkruar për ty. Krejt ummeti me u bë bashk, krejt njerëzit, po edhe krejt gjint me u bë me një vend bashk, edhe me përgadit një të mirë, një dhurat me ta bë tyje, një të mirë me ta bë tyje, s'kan mundësi me ta bë ty çat të mirë nëse Allahu azza wa jall s'ta ka caktuar ata për tyje. Po ashtu thot: wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in, po edhe nëse ata krejt bëhen bashk për me të dëmtuar ty, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, s'kan mundësi me të bëu dëm ata vetëm se me ata që Allahu azza wa jall e ka caktuar për tyje. Nëse mundohen me të bëu mirë, ta ka caktuar Allahu, kanë me të bëu mirë. Nëse mundohen me të bëu mirë, s'ta ka caktuar Allahu, s'kan mundësi me të bëu mirë ata. Po edhe nëse mundohen me të bëu sherr, po çat sherrin e ka caktuar Allahu sprov për ty, kanë me arrit qëllimin. Po edhe nëse mundohen me të bëu sherr, po çat sherr se ka caktuar Allahu me mritë ti, se ka caktuar Allahu çat sherr për tyje, s'ka me mri çaj sherr I tyne kurrë ti. Thot pejgamberi alayhis salam: rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf, o djalosh, këta çka e thash, dije se janë ngrit lapcat prej fletorëve, prej fletave, është ngrit lapsi, I ka shënu lapsi ata çka ka më ndodh dhe ata çka s'ka më ndodh. Jo vetëm që është ngrit lapsi, po është tha edhe fleta. Edhe ajo që është shënue, është tha dhe nuk fshihet kurrë. Pra, ti jesh I bindur, me këta ka dashur me I thonë pejgamberi alayhis salam, bindu. Ti jesh I bindur se ajo e cila ka më ndodh, ajo ka më ndodh edhe s'ka kush e kthen të mas. Ajo që ka më ndodh, qoftë e mirë për ty, apo qoftë e keqe për ty, ka më ndodh, edhe nuk ka dikush e kthen të mas, për shkak se Allahu azza wa jall është ai I cili e ka caktuar ato për ty.
Po nëse se ka caktuar Allahu për ty, wallahi nuk ka më ndodhur ajo, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se Allahu azza wa jall, sikur se thot Ali radiallahu ta'ala anhu në një ether, Allah azza wa jall ka caktuar çdo personi dy melaike. Dy melek. Njëri është para, tjetri është pas. Dhe e ruajnë prej kaderit që s'ka më ndodh këtina. A keni pa ka mundësi që gjatë udhimit në trafik mundet me ndodh një ndeshje. Krejt pështojnë vetëm një mytet. Krejt pështojnë ndoshta vetëm një mytet. Ata që kanë pështuar kanë më shumë rrezik se sa ai që është myt. Po krejt që ai kader kanë ndodh për që ata me ju bo vdekje atina. Do më thonë, melekt që kanë qenë të këta tjertë i kanë rujt prej që ti kaderit mos me i ndodhë këtyne, po ka me ndodhë që i kader të aja atje në fund. Edhe ati i ka ndodhë. Do më thonë, ajo që ka është caktu për ty, ajo ka më të ardhë. Ajo që ka nuk është caktu për ty, nuk ka më të prej këtyje, edhe ti esh i bindur në këtë çështje. Pasaj, transmeton në rivajetin Imam Tirmidhiu, ku thot, ihfadhillaha tajidhu amamak. O djalosh, ruja Allahun, kime gjet ato para teje. Kime gjet Allahun azza jall para teje, përballë me ty. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha, ya'rifka fi shidda. E kjo është e madhe shumë vallahi. Thot pejgamberi sallam, o djalosh, njihe Allahun azza jall kur ti je rahat. Kur ti je rahat, kur ti je në mirësi, kur ti je ti të kënaq, krejt sanat i ke qitë në pika, njihe Allahun azza jall. Njihe Allahun dhe mos e harro Allahun. Falenderoj Allahun dhe kërkoj falje Allahut azza jall që me mirësinë e tina ta ka mbulu të metën edhe ta ka dhënë të mirën. Të ka dhënë mirësi. Se sikur Allahu azza jall mos na mbulon të metat neve. Më e mira që Allah azza jall na ka dhënë neve, është se na i ka mbuluar të metat. Pra kur ta falenderojsh Allahun tasht, falenderoje me diturinë se Allahu ti pas ka mbulu të metat. Thot Ibn Qayyimi, rahimahullahu ta'ala, fjale madhe shumë, sikur Allahu na i kish hek neve perdet mes njëri tjetrit. Sikur Allahu na i kish hek perdet e shpirtit ton, perdet e veprave tona, perdet e zemrave tona, perdet e njetëve që i kem, kur nuk kishe mujt me gjetë dy veta bashk. Për shkak gërdijes, për shkak të metave që i kena në zemra. Mirë po Allah azza jall, mirësinë më të madhe që ka bëu njerëzve, është se i ka mbulu të metat e tyre. Dhe shumë prej veprave i ka lënë te Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse kimë dhon përgjësi, kimë dhon vetë Allahu. Nëse kimë fol vetë Allahu. Nëse kam u mirë vesh, nëse kam të thonë në sy, kam të thonë vetë Allahu azza jall. Ti ka lënë Allahu çështu. E kjo mëshirë e madhe. Pra kur ta falenderojsh Allahun, falenderoje që Allahu ti ka mbulu të metat ty edhe mu. Se kjo është mirësi e madhe. E momentin që falenderon, Allahu i shton mirësit. I shton hala ma shumë. Pastaj tha wa'lam, po ashtu dije o djalosh, anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Dije se ajo që s'ka pas më të ndodh tyje, ajo që s'ka pas më të ndodh, s'ka pas më të ndodh. Ajo që s'ka ndodh tyje, s'ka pas më të ndodh tyje. Rri rahat në këtë pjesë. Dhe thot wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Dhe ajo që të kanë ndodh tyje, s'ka pas mi ndodh dikuj tjetër. Harroje këtë pjesë. Mos thuj, sikur të kisha vepru qishto, kish ndodh qishto. Jo. Ajo që ndodh, u kon e caktume me ndodh. Pra ta kish njetin e mirë për Allahun azza jall. Njetin e mirë për Allahun. Se Allahu, kur ta ka quë ty një caktim, një vepër kur e ka caktu për ty, një sprov kur e ka caktu për ty, një dënim, edhe nëse është dënim kur e ka caktu për ty, e ka caktu me mirësi, me urtësi, me hikmet. Pra kije mendimin e mirë për Allahun azza jall se ajo që ka ndodhur ty, krejt është hajër. Edhe dënimi, edhe nëse ka dënu Allahu ty në këtë dynjë, kanë thonë dietarët, po është mirësi, se dënimi i ahiretit është më i rëndë se sa dënimi i kësaj dynjaje. Pra dënimi i ahiretit është shumë më i rëndë se sa dënimi i kësaj dynjaje. Mundet Allah azza jall me ta saktu një pjesë dënim, e që ty ka më të dhimbë shpirti shumë, ama dënim është për tyje. Po Allah azza jall
ta kalon që në ahiret Allahu nuk e dënon dikon 2 herë për një vepër, asnjëherë hiç. Nuk është Allahu i padrejt që ta dënoj dikon, aleikum salam. Ta dënoj një rob, sikur se tha Omer ibn Khattabi, o ju njerëz, llogaritni vetët e juaja sa jeni në këtë dynjë. Sa jeni gjallë, llogaritni vetën nefsin e juve, sepse Allahut i vjen marrë në llogari robin e tij 2 herë. Pra, llogaritë vetën sa jeni në këtë dynjë. Se vallahi kam i ardhë Allahut marrë me të llogarit tyje, kur dilsh para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. O djalosh, dije se ndihma Allah të azogjel është me sabër të madhë. Kush ka sabër? Kush bën sabër me i përfundu çështjet, atëherë ati kam ju dhanë edhe fitoria. Kush bën sabër me i përfundue, me i përsos çështjet, edhe me bo sabër në këtë pikë, me e mri fundin në rrugën e Allah të azogjel, atëherë që ati kam ju dhanë fitoria. Fitoria kësaj dynjaje, udhëzimi, e kjo është më e madhja, ose fitoria e ahiretit, shahidllako apo xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj tha, wa anna al-faraja ma'a al-karb, dije se bashk me piklimin është hareja. Pra, pa u piklue, nuk mundesh më ka një hareshëm tani. Dëvjen piklimi, po me piklimin, me mërzien, është bashk me to, është hareja. Ti si ta përfundojsh ato, pasaj kime u bo i knaqër. Pra, Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala tha për këtë dynja s'ka rahati, pas ka sprovë. Pas si soj sprovës vjen rahatia për besimtarin. Sikur se tha, pejgamberi alayhis salam, wa anna ma'al usri yusra. Dhe di o djalosh, se me vështirësien, bashk me vështirësien, vjen lehtësimi. 3 persona ishin në shpellë, ju ra guri, shi i madh, jam nxuni derën e shpellës. Edhe s'patën mundësi me dalë. A nuk ka kjo vështirësi e madhe. Mirë po ditën se qysh me usil me Allah në azogjel që Allahu t'ja vëhap derën atyne. Ditën e gjetën qelcin për me arrit deri te lehtësimi. Dhe kur ju erdh lehtësimi, ja qeli Allahu azogjel derën atyne. Pra, me vështirësien që ju mshel dera, bashk me to erdhë dhe lehtësimi, se e patën qelcin e sabrit, dhe Allah azogjel ja prunin ndimën, e pas piklimit që ju ndodhe aty në mrena, mërzije se u mshel dera, ja pruni Allahu lehtësimin e vështirësijës që ja vëzuni derën, dhe e largoj Allahu azogjel. Pra, ishin të uthu, hënën prej shiju të madhë, hënën me një shpellë, u rokonal një guri i madh, javzuni derën, apo? Kur javzuni derën, ata i roki qëtashti një panik e madhe, ishin dopt, s'kishin mundësi me largu gurin. U dasht aty një forcë, një ndim prej Allahut azogjel. Ata bënën sabër me sabër të mirë. Me qatë sabër, e gjetën qelcin për me e lutë Allahun azogjel. Gjatë qati sabri, ata e patën një mërzi, një piklim të madhe. Edhe vështirësien që ju ndodhi, me sabër e arretën fitoren. U largue guri, atyre ju erdhë lehtësia, e pas lehtësis, ju erdhë edhe hareja, u largue dhe mërzia. Kështu, Allahu azogjel punon edhe me mu, edhe me ty, edhe me çdo njanin prej njerëzve. Pra, kime kaluën në dynja. Pejgamberi alayhis salam të thonë ty, o insan. Ati i tha, o djalosh, kime kaluën në dynja, çka mos? Kime kaluën në dynja hapa, që kanë me qenë për tyje shumë të ranë, shumë të vështirë, shumë të hidhur kanë me qenë. Nirë po nëse banë sabër, nëse silësh qysh duhet, nëse e ki mendimin e mirë për Allahun azogjel, nëse nuk e harron Allahun subhanahu wa ta'ala, atë Allahu ka më të bo zgjidhje tyje. Për që ta e la dhe në fund, inna ma'al usri yusra. Dije se vërtet, me vështirësinë që të ka ndodhë, ka me qenë edhe lehtësimi. Pra t'jesh i bindur në ata që të tha ty e mu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fjalën e tina, ihfadhillaha yahfadhuk. Nuk është për qëllim ruja Allahun, se Allahu s'ka nevojë për me rujt as unë as ti. Allah azza jalla është i plot fuqishëm
dhe s'ka nevojë për kërkanin hiç. Mirë po, për qëllim është me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ihfaz hududahu, sikurse e komenton Ibn Rajebi, ruaj kufijtë e Allahut azza wa jall, wa huquqahu, dhe të drejtat e Allahut, wa awamirahu wa nawahiyahu, dhe urdhrat e Allahut azza wa jall dhe ndalesat e Allahut. Pra çito ruaj kufijtë e Allahut, ruaj të drejtat e Allahut që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, ruaj urdhrat që t'i ka dhënë, t'jesh i kujdesshëm ndaj tyre dhe ruaj ndalesat me largim prej tyre. Thot Ibn Rajebi, wa hifdhu dhalik, e kjo ruajtja është kjo, huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal. Kur është puna te urdhrat e Allahut azza wa jall, me unal dhe me prit shembullin e pejgamberit alayhis salam. Çish ka vepru pejgamberi alayhis salam me urdhresat, me çat urdhër, me çat shembull, me vepru edhe ti. Që kjo është me rujt kufijtë e Allahut subhanahu wa taala në urdhrat e tina. Wa 'inda nawahi bil ijtinab. Kurse në ndalesat e Allahut subhanahu wa taala me largim, me u largu prej ty në krejt. Mos me prek në ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa udhina fihi. Tha e në hududet, në kufijtë e Allahut azza wa jall, mos të kalosh kur gjë, asnjë kufi mos e kalo, vetëm se në ato që të është dhënë leje ty, apo që është lejue për njerëzit. Vetëm nëse të është dhënë leje ty, me e kalu kufinin, atëherë kaloj kufinin. Leja është prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një shembull i thjesht për ato i cili i jep diçka në fyt dhe nuk gjojnë diçka për me e quve kafshatën të poshtë, qëllon diçka prej alkoholit dhe me ta e përdor vetëm sa me e quve të poshtë, vetëm sa me e pështu ymrin, me e pështu jetën, se ymri është ma i madh te Allahu azza wa jall se sa ajo ndales e cila është vendos. Pra kjo ka pesh ma shumë. Obligueshmëria e rujtjes të jetës së insanit është ma e madhe se sa ndalesa e alkoholit. Dhe për këtë arsye ka ardhur urdhresa e përdorimit tina. Ka ardhur urdhres dhe kush nuk e përdor, atëherë e ka kaluar kufinin e Allahut azza wa jall. A kupton? Pra, me qenë ti me një vend ku e ki për detyrë, qoftë ajo Allahu na rujt me e përdor dikush mishin e derrit, nuk ka çka me përdor tjetër sen, apo mishin e ngordhësirës, s'ka çka me përdor tjetër sen, dhe është duke u rrezikue jeta e tina. Mirë po në prezencë ka prej çati mishi, apo për pije ka pije diçka alkoolike, nuk e përdor të Allahu azza wa jall. Disa prej dietarëve kanë thënë mundet me dal vrasës i vetës tina. Disa prej dietarëve kanë thënë se ka me dal gjunaçar i madh te Allahu subhanahu wa taala. Se ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Pra, e domosdoshmja, në këtë rast është e domosdoshmja e lejon të ndaluarën. E domosdoshmja e lejon të ndaluarën. Tash që kjo është ligji i Allahut azza wa jall, edhe ti nuk guxon me të i kalu këto. E çysh e të i kalon? E të i kalon me devotshmëri. Devotshmëri e rrama kjo. Pra me të i kalu me devotshmëri të rrama, me thonë se edhe me dek nuk e përdori. E përdor. Ose para Allahut azza wa jall tjetë përgjegjësia për vrasjen e vetës, ose për haram të madh që i ke bëu, zullumin që ja ke bëu vetës. Se robi para Allahut azza wa jall ka me dal me 3 hake. Hakin e tina që e ka mes ti dhe Allahut azza wa jall, dhe kjo është shumë e rëndë. Hakin e ti që e ka mes ti dhe njerëzve, dhe këtu Allahu azza wa jall nuk ndërhyn. Pra kime e dhon hakin tën me filanin alanin, apo kime e marr hakin prej filanit alanit, dhe hakin që e ki ndaj vetvetes. E ky është haki ndaj vetvetes. Dhe te i kalimi i kufive të Allahut azza wa jall është me i hin hak vetes. Se çat vetën tonë kime e quë në xhenem. Me te i kalimin e kufive të Allahut azza wa jall i ke hyn hak vetes, se atë det gishtrenjt, të gjitha gjymtyrt e trupit, durt e komt, e gjithçka pas ka me fol për vetë gjuhës. Aja s'ka me fol atë.
Krejt kanë me qenë dëshmitarë dhe kanë me dëshmu e kundër teje, nëse ke qenë prej atyre që i ke kalue kufejt e Allahut, se me i kalu kufejt e Allahut, pra po e qojshë nefsin në xhehenam. Nefsin po e qojshë në xhehenam, vetën po e qojshë në xhehenam, edhe ka më të marrë në pyetje, ka më të marrë, me marrë hakun e vetë, vetja jote, pse ti je bo sebeb që ajo me përfundue në dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj është thonë, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillahi azza wa jall. Prej asana që është më e madhja për me i rujt obligimet e Allahut subhanahu wa ta'ala pas tauhidit Allahut azza wa jall, është as-salah, namazi. Pas tauhidit Allahut, pas fjalës la ilaha illallah, puna më e madhe që është obligu insani me u kujdes për ta, është namazi. Wa qad amara Allahu subhanahu wa ta'ala bil muhafadhati alejha. Allahu ka urdhërua që robi ta ruan namazin e tina, duke thënë Allahu azza jall, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta. O ju njerëz, runi namazet e juve. Runi namazet, po sidomos namazin e mesëm, që është namazi i ikindijës. Wa qad madaha Allahu azza wa jall al-muhafidhin alejha bi qawlihi. Allah azza wa jall ka thonë fjalë të mëdha, i ka përgëzuar Allahu, i ka lavdëruar Allahu ata të cilët i ruajnë namazet e tyre, duke thonë walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Kanë shpëtuar, qad aflaha almu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Dhe prej titullit, prej asaj që ti mundesh me e marr titullin besimtar, me ngrit prej islamit në iman të plot, është rujtja jote që ja bën namazit. Se Allahu azza wa jall po thot, dhe ata të cilët namazet e tyre i kanë rujt. Edhe ata janë prej besimtarëve. E ata të cilët i ruajnë namazet e tyre, qad aflaha almu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Ata që i ruajnë namazet e tyre. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hafadha alejha, kush e ruan namazin e tina, kana lahu inda Allahi ahdan an yudkhilahu al-janna. Kush e ruan namazin e tina, e ka marrëveshje tek Allahu subhanahu wa taala me rutjen e tij që ja bën namazit, e kjo është hududi më i madh, vajibi më i madh që Allahu ta ka obligu ty dhe mu, dhe nuk guxon me shkel ndales, pra me elan ata, se nëse elan shkel ndales dhe ndalesa vdush me ju ik, krejt sillet në obligueshmërinë e namazit, dhe thot pejgamberi sallam, kush e ruan namazin e tina, te Allahu ka marrëveshje se Allahu ka më shti ata në xhenet. Kush e ruan namazin, ka marrëveshje te Allahu subhanahu wa taala se Allahu ka më shti në xhenet ata. Pastaj tha në hadith tjetër, men hafadha alejhinna, kush i ruan namazet e tina, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Kush i ruan namazet e tina, atëherë ato namaze ati kanë me ju bo drit, kanë me ju bo argument, kanë me ju bo shpëtim për të ditën e kiametit. Ditën kur robi pas ka me qenë mas shumë të nxërr me undihmu me diçka, pas ka me undihmu me namazin të cilin ai i pas ka nejt gati në këtë dynja. Pasaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti e ruan Allahun, në qëto që ka i përmeni Ibn Rajebi, yahfadhuk, Allahu të ruan tyje. Thot, kuptimi i kësajna është, anna men hafadha hudud Allahi azza wa jall, wa ra'a huquqahu, wa hafidha Allahu azza wa jall, kush e ruan Allahun subhanahu wa ta'ala në kufejt e tina, kush e ruan dhe kujdeset për Allahun subhanahu wa ta'ala në të drejtat e Allahut, Allahu ka me e rujt ata. Fa innal jazaa min jinsil amal, dije se shpërblimi është palca e veprës. Pa e bo veprën, nuk mundesh me e marrë shpërblimin. E në këtë pikë, vepra jote është rujtja e Allahut azza wa jall. E nëse ti e ruan Allahun, nëse don me e marrë shpërblimin, dosh me e rujt Allahun që si shpërblim me pas ti rujtjen e Allahut për ty.
Pra, palca e veprës është shpërblimi. Pa e pas veprën, nuk mundesh me e marrë shpërblimin. Pa e kalue sprovën që e ke pas, s'mundesh me e marrë lehtësimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe tha, Ibn Rajebi duke u argumentu me fjalë të Allahut azza wa jall, wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Çon në vën ju marrveshjen time, që ja kam dhënë juve, edhe unë e çoj në vend marrveshjen e juve që e kam dhënë për juve. Ju i çoni në vend fjalët e mia, unë i çoj në vend fjalët e mia për juve. Kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua, ju përmend juve. Pra nëse don me të përmend Allahu, me të përmend Allahu diçka shumë e madhe, e për me e fitu të qëta të madhen, çka po dashka me bu? Me e pas veprën. Vepra në këtë rast, qenë ka përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra për me të përmend Allahu, po dashka me ngrit me veprën e përmendjes së Allahut tabaraka wa ta'ala. Dhe se, ndihma e Allahut, apo rujtja e Allahut azza wa jall për robin, është dy lloje. E para, wa man hafidha Allah fi sibahi wa quwwatihi hafidhahu Allah fi hali kibarihi wa da'fi quwwatihi. Thonë dietar kështu. E para, kush e ruan Allahun në rinin e tina, në rinin e tij dhe forcën e tina. Kur ka qenë i ri, e ka rujt Allahun, edhe kur ka qenë i fort, i ka rujt urdhrat e Allahut azza wa jall, kufit e Allahut tabaraka wa taala, Allahu ka me e rujt ato në gjendjen e pleqerisë së tij dhe në gjendjen e dobësimit të forcës së tina. Kjo është ndihmesa e parë që Allahu subhanahu wa taala ka më bo robit. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa hawlihi wa quwwatihi wa aqlihi. Dhe ka më rujt Allahu azza wa jall në pleqërinë e tina. Pra sa ka qenë i ri, ka qenë i mëshëm, ka pas dëgjim, ka pas shikim, i ka pas krejt mirësi të Allahut azza wa jall. Ka pas mundësi, ka pas forcë. Pra nëse i ruan çito, sa ka qenë i ri, kur të plakët, ka më rujt Allahu azza wa jall. Pra e ka obligim, Allahu ja ka bu obligim vetës, që tash më rujt Allahu në pleqërinë e tina, më rujt atina forcën e tina, më rujt atij gjendjen e tij, më rujt Allahu shikimin e tij, më rujt Allahu dëgjimin e tij, më rujt Allahu krenarin që e ka pas. Sa ka qenë i ri, është fol për ta, është shpif për ta, është fol, ndoshta, çka është ma e rana, prej atyre që bojnë zina, është do kë i nënçmum, se kë s'bën zina. Prej atyre që pin alkohol, është do kë i nënçmum, dhe është flit për ta, është shpif për ta. E prej atyre, prej gjahilave, është thonë shumë shka e madhe për ta. Mirë po kë e ka rujt Allahun azza wa jall dhe s'ka shkel diçka, edhe pse ka pas mundësi, po s'ka shkel në hududet e Allahut azza wa jall, Allahu, qatë marrën që jenë mënua me jatit në rini, Allahu kam ja këthyje krenarin plesrin e tina. Pra, nëse dënë me të livdu Allahu azza wa jall, pa shikoje një hadith, thot Allahu, hadith kutsi, pejgamberi alayhis salam ju merr mysh dhe pleçve. Ju thot kështu, mysh dhe është për juve një hadith i madh. I vjen marrë Allahut me e dënue një plak i cili është thinj, është surav në islam. A ka ma krenarise që kjo? I vjen marrë Allahut me e dënu ata i cili është surav në islam. I kanë dalë kimet e bardha në mjekrën e ti, apo në flëkt e tina, ai duke qenë musliman, duke e rujt Allahun, duke i rujt kufit e tina, duke i rujt urdhrat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra i vjen marrë Allahut, e për me i ardhë marrë Allahut ti po dashka, me e rujt Allahun azza wa jall sa je i ri, dhe me të rujt Allahun azza wa jall ty, në plesnijën tane, dhe me të shpërbly ty në ahiretin e tina. Kana ba'du l'ulama, qad jawaza al-mi'a. Kishte prej disa prej dietarëve që i kanë kaluar më shumë se 100 vjet. E kanë kapërcuar më shumë se 100 vjet. Është transmetuar një rast
se njëri prej dietarëve ishte i hypur në anije dhe anija detyrohet me enal ai personi detyrohet kapiteni detyrohet me enal anijen largë. Pjesa ku është dashur me zbrit prej anijës ka qenë një guri afër. Pjesa që është dashur me zbrit prej anijës i ka pas më shumë se 2 metra në alësi me kthy prej anijës aty poshtë. Njëri prej dietarëve sa ka qenë i ri e ka rujt veten e tina. Tash dietar i madh. Edhe ky ka qellu në ani. Edhe kjo është detyruar me kthyje prej anijës në guri, pastaj me dal në tokë. Me u largu prej aty. Shkojnë disa djemtri dhe i thonë, o shejх, ana let një mojna. Se ti ke bodo vjet. Edhe friksohen se mos është dëpsu ashti i tina, mos është dëpsu diçka, nuk mundet me kthyje, nuk mundet, ana lend një mojnë. A i thotë kështu, e kemi rujt Allahun në rinin tonë, apo mendoni që Allahu s'ka më na rujt neve në pleqërin tonë? Thot, ka kthy prej anijës ma i forcës ana. Kjo është njëna prej shejave që Allahu Azza wa Jall e ka quhe në mesin tonë, në shembull prej neve, se si Allahu Tebarake wa Taala e run robin e tina. Pastaj transmetohet se njëri prej muslimanëve kur është nis për me shkuar në luftë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në shtëpinë e tina e kalon gruën e tij dhe kalon dele shumë. Kur i lën delet para se me dal, pejgamberi alayhis salam ka thonë kështu: ati i cili niset për në luftë për Allahun Azza wa Jall, ati i cili niset për në haxh për Allahun Azza wa Jall, ati i cili niset për me marr dije për Allahun subhanahu wa taala, që ta tre Allahu i ka marr përsipër me ja urujt atyne familjen dhe gjithçka që i lojnë Allahut amanet. Ky person kur del te dera thot: o Zoti jam, ke premtu, e un amanet po ta lo ty e gruën tem dhe po t'i lohet delet e mia. Tash niset pasurinë që e ka pas. Niset dhe shkon në luftë me muslimanët. Gjatë kohës kur ai ka qenë në luftë, gruaja e tina del me i kullot delet e saj. Kur del me i kullot delet, këtë ngjarje e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tina. Kur del me i kullot delet, një dele me një kinç të vogël i nalet dikun larg. Edhe e zën nata i bjen të shtëpia. Kur i bjen të shtëpia fillon me i njeh, e shese një dele edhe një kinç i vogël mungojnë. Del me i lyp, suni gjon kërkon. Kur kthehet të shtëpia, e ka një burrin e vet që amanet ja kalon Allahut Azza wa Jall. Para se me ezan gjumi, thot: o Zoti jam, ata që e ke premtuar ti, burri jam ta kalon amanet tyje. Ai ka shkue për ty. Pra, ju ka përgjigj urdhrit tan. Atëherë, ajo të e qu amanetin e tina në ven, ruje edhe ti amanetin që ta la tyje. Thot, kur është quë në saba, kjo gruja e ka gjetë një dele, bashkë me kingjin e sajna të dera, plus një dele edhe një kingjë tjetër të dera e sajna. Ky është Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allahu nuk i hin hak kërkujt. Ai që e runë Allahun, Allahu Azza wa Jall ka me e rujt ata. Mirë po, për me të rujt Allahu, duhesh me e rujt Allahun. Duhesh me pas sebepin që Allahu Azza wa Jall me ta qu ty bereqetin. Pra, për me arrit deri te shpërblimi, po dashke me e pas namazin, me e pas sinceritetin, me pas fjalën la ilaha illallah, me e pas nënshtroshmërinë, me kërku prej Allahut, me ju mbështet Allahut, dhe me pas devotshmërinë për Allahun Azza wa Jall, dashurinë dhe urrejtjen vetëm për Allahun, me i pas sebepet që e nxisin krenarinë dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Ibn Rajebi, qale ba'du salaf, kanë thënë disa prej selefit, men ittaqa Allah Azza wa Jall faqad hafidha nafsah, kush e ka frikë Allahun Azza wa Jall, ai vetëm se e ka rujt veten e tina. Wa man dayya taqwah, e kush e la pas shpinës frikën për Allahun, devotshmërinë për Allahun subhanahu wa taala, faqad dayya nafsahu, ai vetëm se e ka lënë mas shpinë veten e tina.
Kush bën një të mirë e ka për vete, po kush bën një të keqe edhe ato e ka për veten e tina. Kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Wallahu ghaniyun anhu. Dhe ta din çdo njëri prej robërve se Allahu është i pasur për veprat e robit. Ndesh bën mirë, ndesh bën keq, gjithat kanë më u kthye në çantën tona që kemi marrë në udhimin ton. E për çat çantën tona, pastaj ti kemi dhënë përgjegjësi. Dhe çajo që ti e ke bë, qoftë ajo e mirë apo e keqe, ajo dëmton apo të ngrit vetëm tyje. Dhe nuk i bën kur gjë Allahut te barake wa taala. Kjo është ndihma e parë që Allahu ja bën dikujt, kurse ndihma e dytë kanë thënë dietarët wa huwa ashrafu, dhe ajo është më e ndershme, më e larta, më e mira, hifdhullahi lil abdi fi dinihi wa imanihi. Pra me erujt Allahu azza wa jall ata në fenë e tina, në imanin e robit, fa yahfadhu fi hayatihi min shubuhati wal mudilla, erun gjatë jetës e tina prej çështjeve të dyshimta dhe prej devijimeve, wa min ash-shubuhati al-muharrama, prej të dyshimtave që janë haram, wa yahfadhu alayhi dinahu 'inda mautihi, dhe jarun atina fejen e tij në prag të vdekjes e tij, fa yatawaffahu 'ala al-iman, dhe ja merr shpirtin atina duke qenë në iman. Qalu ba'du salaf, kanë thënë disa prej selefëve, idha hadara ar-rajul al-maut yuqalu lil-malak, thot kur dikujna prej robërve i vjen vdekja. Ngojë se është kjo shumë interesant për me ta shtuë atë dashurinë për Allahun azza wa jall, për mallimin për Allahun subhanahu wa taala. Ndëgjoje se çka than selefi, kur dikujt prej robërve po i vika vdekja, i thuhet melekut të vdekjes, shem ra'sahu, hape dhe shikoje kryt e tina. Meleku vepron ashtu. Qala ajid fi ra'sihi al-Qur'an, thot meleku, po gjoj në kokën e tina se ka mësue prej Kur'anit, ka mësu prej Kur'anit. Qala shem qalbahu, atëherë këshyre, nuhate zemrën e tina, ajid fi qalbihi as-siyam, thot meleku, po gjej në zemrën e tina agjerim për fjalë të këqija, agjerim për vepra të këqija, duke u largu prej tyre, agjerim për Allahun, për nime, agjerim Ramazan. Thot, pasaj i thuhet melekut, shem qadamejhi, shikoj kamt e tina, shiko edhe në kamt e tina. Qale ajid fi qadamejhi al-qiyam, po gjoj në kamt e tina se ka nejt në kam për Allahun azza wa jall, qoft ajo në luft, qoft ajo në namaz, qoft ajo në namaznate, qoft ajo në ndihmesën e muslimanve, qoft ajo në një vepër e madhe që e ka bo, çfarë do vepre, thot meleku, e nuhat erën e mirë të veprave. Thot Allahu azza wa jall, hafidha nafsehu fa hafadhahu Allah, e ka rujt veten e tina, e ka rujt Allahu ata. Pra, ai i cili po i rujka hududet e Allahut të barake wa ta'ala në këtë dynja, ai i cili po i rujka kufejt e Allahut subhanahu wa ta'ala, po i rujka urdhrat e Allahut azza wa jall, po u rujka prej ndalesave të Allahut dhe po u largojka prej tyre, ai e pas ka rujt veten e tina. Dhe kush ka vepru kështu, e ka rujt Allahu atë person. Kush e kërkon shpërblimin do t'i jepet, po kush e kërkon dënimin edhe ati do t'i jepet. Ka prej atyre që nxitojnë drejt shpërblimit, e lum për ta, dhe ka prej atyre që nxitojnë drejt dënimit, e mirë për ta, se çka do t'i pret para Allahut azza wa jall. Merri fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe peshoje jetën tane, peshoj fjalët e tua dhe peshoje veprën, zemrën tane peshoje, peshoj komt e tua se ka ecin ato, apo të çojnë në veprat mira, apo po të çojnë në veprat liga që Allahu azza wa jall është i hidhur. Pra, prej palcës së veprës është shpërblimi. Dietar kanë thonë, shpërblimi është dy lloje. Shpërblimi me xhennet edhe shpërblimi me xhehenem. Si shpërblim për veprat e mira, jazaan bima kanu ya'malun, si shpërblim për veprat e mira që punuan ata, dhe si shpërblim wa bi'sal masir,
është xhehenami për ta, e sa vend i poshtër është xhehenami, pra shpërblim e kanë ata. Lumë për atë i cili niset dhe nxiton drejt shpërblimit Allahut Azza wa Jall, xhennetit tina dhe kënaqësisë Allahut Azza wa Jall. Dhe mirë për ata Allahu mos na bëf për atyre të cilët nxitojnë drejt xhehenamit, se ai që nxiton drejt Allahut do të nxitohet. E kush nxiton për hajër, do të nxitohet drejt tina për hajër. E kush nxiton për sharr, do të nxitohet drejt tina për sharr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah.